Përshëndetje. Jemi këtu me Dedën në shtëpinë e tij në Sant'Angelo in Vador, Itali. Jam kurioz të pyes për librin e parë në vitin 2014 për ditëlindjen tënde. A ka jetën tokë? Po. Çaj vit, jemi në 2015, në fund të vitit 2015. Sa libra ke arritur përfundosh deri më sot? Tash me thënë drejtën, unë nuk kam marrë asnjë lloj sulmi, sepse vetë fakti që në moshën e 57 vjeç nisa të botoj libra, kjo tregon që nuk i kam vënë vetes në detyrë që t'i botoj librat sa më shpejt. Mirë po, a e ke pati që kur pema piqet, ajo bjen në tokë. Edhe tashti duke filluar nga libri i parë, a ka jetën tokë, që ju keni qenë prezent këtu, 2014, 15 mars, mbon rreth 14 libra. Edhe çdo libër ka nga një titull të veçantë. A ka jetën tokë, rri qetë nëse mundesh, e nesër me atë që lëndon, xhelozia mbi emri i mendjes, tre të vërtetat e asgjës që ja kam këtu, janë shumë libra, edhe ndoshta s'po më kujtohen për momentin. Ciao. Ciao Leonardo. Ciao. Shumë bukur kur video shkruhet, kur video bëhet, si me thonë, erdhi Leonardi, edhe nuk thash që ndërpreje videon, sepse më pëlqen gjithmonë diçka që është e natyrshme, diçka që edhe poezia. Nuk është problemi që unë i thartoj trut për me shkruajt. Nuk mund të premtoj se unë do të bëj 20 libra, 22, 23. Kësaj pune nuk i dihet. Sepse ka 50 vjet që shkruaj për qefin tim. I kam shkruajt, jam kënaq me vetën time, edhe gruaja ime për fat i pëlqejnë shkrimet e mia, i ka lexu, dhe familjes time i kam lënë aty në ndërshkrime. Edhe kështu. Leonardi ta po vjen tash, hajde të edhe janë shumë libra. Vaj. Zoti Dede, a ke më të lehtë me shkruajt tregimet o epigramet? Me thonë drejtën, tregimet janë më të vështira, sepse kanë bajnë me ngjarjen. Nuk është problemi, sepse duhet me i latu si puna ati i skulptorit, që personazhin duhet ta latosh. Do të jetë një personazh i veçantë nga ai personazh që ke shkruar një tregim tjetër. Edhe tregimi ka vështirësitë e veta, edhe poezia ka vështirësitë e veta. Në të dyja bashkë, e përbashkëta është kënaqësia ku i shkruan dhe i pëlqejnë lexuesit. Kaq kisha për të thënë për sot. E flasim ndonjëherë tjetër. Faleminderit për respektin. Gjithashtu. Shnetë.